Ministria e Financave ka publikuar treguesit paraprak fiskal të 6 mujorit të parë të këtij viti. Sipas shifrave zyrtare, të ardhurat totale të periudhës kanë arritur 410.6 miliard lekë, me një realizim 105% të planit dhe shpenzimet e përgjithshme publike për periudhën në rreth 357.8 miliard lekë, me një realizim në masën 97.4% të planit. Sipas shifrave të ardhurat e arkëtuara nga tatimet dhe doganat janë në shumën 260 miliard lekë, ose rreth 17.8 miliard lekë më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Nga kjo shumë 141.5 miliard lekë janë mbledhur vetëm nga tatimet, ndërsa doganat arkëtuan 118.6 miliard lekë. Më të detajuara treguesit e të ardhurave tatimore janë taksa nga e cila mblidhet pjesa më e madhe të ardhurave të buxhetit. Taksa e vlerës së shtuar krahasuar me vitin 2025 ka një rritje prej 25%, duke arkëtuar në total 41.6 miliard lekë. Krejt ndryshe ka ndodhur me tatimin mbi fitimin, i cili me arkëtim prej 31.1 miliard lekësh e ka realizimin e planit vetëm 85.2%. Edhe të ardhurat nga taksat nacionale nuk kanë mundur të arkëtojnë aq sa ishte plani, ndërkohë me rritje janë të ardhurat arkëtuara nga tatimi mbi të ardhurat personale, të ardhurat nga sigurimet shoqërore shëndetësore. Ndërkohë sa u takon të ardhurave nga doganat nga TVSH në import, akciza, taksa doganore dhe renta minerare, edhe pse janë grumbulluar 4.9 miliard lekë më shumë se 6 mujori i vitit 2025, plani i periudhës nuk është realizuar plotësisht, por ka mbetur në shifrën 98.5%. Në zërin e shpenzimeve, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave për periudhën 6 mujore të vitit 2026, janë paguar nga buxheti 357.8 miliard lekë, me një realizim të planit në masën 97.4%. Shifra është 24.8 miliard lekë më shumë se në 6 mujorin e parë të vitit kaluar. Të detajuara më tej, shpenzimet kapitale kanë qenë sa 103.8% e fondeve të planifikuara për periudhën, ndërsa ato korrente janë realizuar 97.4% të planit të periudhës.